Në landfillin e ri të Sherrishtës në Vlorë ka nisur zyrtarisht depozitimi i mbetjeve urbane, si pjesë e funksionalizimit të infrastrukturës së re për menaxhimin e mbetjeve në qytet. Teksa ende nuk ka një afat konkret se kur do nis mbyllja e fushës ekzistuese që për vite me radhë përfshihet nga flakët, duke ngritur shqetësime për imazhin e Vlorës si destinacion turistik dhe për pasojat mjedisore afat shkurtra dhe afat gjata. Pati një vonesë prej 2 vitesh. Por sot jam i lumtur që me punën që ka bërë bashkia dhe patjetër në kooperim plot edhe me ambasadën, por edhe me KFV-n, ne arritëm të bëjmë të mundur që të vendosim qelizën e parë të landfillit në funksion. Ne i kthemi një fillim parcial, po themi, sepse vetëm hedhim mbetjet urbane në këtë landfill. Landfilli është pjesë e programit të menaxhimit të integruar të mbetjeve të ngurta në Vlorë, i bashkëpunimit financiar gjerman, me një vlerë totale prej 24.96 milion euro, nga të cilat 12 milion euro janë kredi e dhënë nga KFV dhe pjesa tjetër grant. Ky program synon të krijojë një sistem të integruar dhe modern të menaxhimit të mbetjeve për Vlorën dhe Selenicën, duke përfshirë dhe futjen e ndarjes moderne për të rikuperuar materiale të riciklueshme. Landfilli Sherrishtës së bashku me këtë qendër ku parashikohet të bëhet diferencimi i mbetjeve në të riciklueshme dhe të pariciklueshme, synohet të jetë zgjidhja për menaxhimin e integruar të mbetjeve të qytetit të Vlorës në 20 vitet e ardhshme. Mbyllja e vetë depozitimeve të palishme të shpërndara në rajon është komponenti tjetër i këtij programi, që ka kohë zgjatjen deri në vitin 2027. Megjithatë, kryebashkiaku i Vlorës nuk preferon të jap një afat konkret për finalizimin e kësaj faze. Po bëjmë një operacion pilot atje, me qëllim që të kapsulojmë sa të mundemi, me mjete rrethanore, po i themi me mjetet që ne kemi në dispozicion. Kjo më shumë për të shërbyer që të shmangim zjarre prezente gjatë sezonit turistik. Kur nuk do të shikojmë më zjarre të tilla në Vlorë? Patjetër. Pra, maksimumi që ne shikojmë është momenti që mbaron procedura. Në bashkëpunim me KFV-n, ajo do të kapsulohet, do të kthehet në një ekopark apo një park rekreativ. Në momenti që qendra për menaxhimin e mbetjeve Vlorë do jetë plotësisht funksionale, parashikohet sigurimi depozitimit të sigurt mjedisor të mbetjeve deri në vitin 2047, po ashtu 5400 ton materiale të riciklueshme do rikuperohen çdo vit përmes impjantit të ri të ndarjes, ndërkohë që 4200 ton në vit mbetje të gjelbra do përpunohen nga impjanti i ri i kompostimit, që gjithashtu do duhet të ngrihet. Për KFV-n gjermane, kjo nismë do kontribuojë ndjeshëm në praktikimin e menaxhimit të qëndrueshëm të mbetjeve në Shqipëri, duke mbështetur strategjinë kombëtare të mbetjeve dhe përparuar në përputhshmërinë e vendit me standardet mjedisore të Bashkimit Evropian.